tashmë I ka zgjatë krahët në përgjithë qytetin e ne uftojmë me u bë pjesë e një programi që nuk është thjesht informues, por është një udhëtim përmes ideve, zërave dhe frymëzimeve që e formsojmë realitetin tonë. Në këtë edicion të programit mëngjesit kemi përgatitur një mozaik temash. Në pjesën e parë kemi me ndalë si gjithmonë të moti edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore të ditës të 24 orëve të fundit. Në pjesën e dytë me Melita Kabashin do të zbulojmë fuqinë e tingullit për të qetësuar trupin dhe shpirtin përmes praktikës së sound healing. Në pjesën e tretë në studio na vjen Festim Rizana nga Hybrid Info, I cili na fton me reflektu mbi rrezikun e dezinformimit, sidomos në kohë zgjedhjesh kur e vërteta është më e nevojshme. Në pjesën e katërt do ta ndajmë në dy pjesë, do flasim me Elza Ramadani nga Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve dhe më pas me artistën Besa Lusha për koncertin Romano Drom, një festë muzikore që sjell në skenë zërin e komunitetit rom, po edhe fuqinë e përfaqësimit kulturor. Në pjesën e pestë të programit të mëngjesit, në studio na vjen Shpend Lila nga ICK, I cili na prezanton një garë ku energjia matet me ide, një iniciativë e cila nxit të rinj të mendojnë ndryshe për të ardhmen e qëndrueshme. Dhe krejt në fond për me përmbyll mas bukri mundshëm këtë edicion të programit mëngjesit, na vjen artistja Blerta Hoqia. Do të ndalemi në një reflektim vizual përmes dokumentarit State of Condition, një rrëfim për kujtesën urbane, hapësirën po edhe transformimin.